I nderuari kryetar I komunës së Vushtres, miku im I dashur, zoti Ferit Idrizi, I nderuari kryetar I degës Partisë Demokratike të Kosovës Vushtre, miku im Kurtan Kajtazi, shumë I nderuar ish kryetar I komunës Vushtres, profesor zoti Bajram Ullaku, të nderuara kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, struktura udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, shumë të respektuara familjen dëshmorëve, invalid të luftës, veteran, qytetar dashur Vushtres. Vushtreja nuk ka jetuar nga fjalët, por nga puna. Nuk është ndërtuar nga premtimet, por nga sakrifica. Sot jemi në Vushtre, jo vetëm për të prezantuar vizionin tim, programin tim, por edhe për të marrë përgjegjësi të reja. Jo vetëm për të premtuar, por edhe për të ndërtuar besim. Vushtria ka dhënë shumë për Kosovën, dhe tani është rradha e Kosovës që t'jap për Vushtren. Kosova ka nevojë për një kapitull të ri, ka nevojë për stabilitet, ka nevojë për zhvillim, ka nevojë për shpresë. Viteve të fundit janë dhënë premtime të mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. U fol shumë për drejtësi, por u krijua pasiguri. U fol shumë për zhvillim, por u rritën çmimet, u shtrajtu kosto jetesës dhe u përkeqësu jeta edhe standardi jetesës qytetarëve të Kosovës. U fol për sovranitet, por u dobësuan aleancat. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me pagat e ulta, me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe çmime të larta, me të rinj të cilët nuk e shohin shpresën që t'jetojnë Kosovë, por e shohin shpresën në emigracion dhe lëvizje jashtë Kosovës. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Ne besojmë në politikën që krijon mundësi dhe që zgjedh probleme. Asnjë vend nuk mund të ecë përpara kur politika shndërrohet në fushë betejë, e kemi provuar këtë. Nuk ka funksionuar. Tani është koha për bashkim. Zgjedhje reale, të llogaritura dhe me financim të qartë. Programi me të cilin Partia Demokratike e Kosovës garon këto zgjedhje bazohet në disa shtylla. Shtylla e parë është zhvillimi I qëndrueshëm ekonomik dhe ngritja e meqenjes për qytetarët e Kosovës. Nuk ka shtet të zhvilluar dhe të qëndrueshëm ekonomik pa sektor privat të zhvilluar. Ne flasim me respekt për gjithë ndërmarrësin Kosovë, sepse ata punojnë për veti, punësojnë njerëz, janë punëdhënësi më I madh në Kosovë, janë kontribuesi më I madh në rritjen ekonomike dhe kontribuojnë për shtetin përmes tatimeve ku buxheti I shtetit paguhet nga taksat të qytetarëve dhe bizneseve të Kosovës. Përveç pronarëve, përveç bizneseve, programi ynë ofron edhe garanci për të punësuarit. Ne do ta krijojmë fondin prej papunësisë, një fond I cili ju garanton të gjithë atyre që për një arsye apo një arsye tjetër I humbin vendet e punës dhe jo ata të ngelin në javën e parë pa paga, por të kenë të garantuar pagesën nga shteti për 80% pagës të fundit për 6 muaj. Do ta krijojmë gjykatën e punës.
një gjykatë e cila në kohë, mënyrë efikase do t'i trajton kontratat e punës dhe do t'i mbron të drejtat e të punësuarve edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik. Përmes rritjes dhe zhvillimit të sektorit publik do të rritet edhe privat do të rritet edhe buxheti i shtetit. Ne ofrojmë lehtësira për bizneset, ambient mirë për të bërë biznes. Ne do ta hjekëm të vëshën në importi dhe njëjta do të paguhet në brendi pasi që të shiten produktet dhe marrat e bizneseve. Ne do të anullojmë, do të ndryshojmë ligjin e tatimin pron i cili do të jetë një barë modhe, aq sa është kosto energjisë elektrike për bizneset nëse fillon të implementohet dhe sigurisht se ne këto do të ndryshojmë për mos me qenë barë për bizneset dhe do të kthejmë në gjendjen aktuale ku është tani. Përveç kësaj, ne do të zvoglojmë edhe normat e pagesës e tatimeve edhe për punësurit me qëllim që ata kenë paga më të larta dhe të mbesin më shumë para për familjet e tyre. Sigurisht se do të trajtojmë edhe legalizimet pa leje dhe do të morrëm masa që me një tarif simbolike ato të legalizohen dhe shlirohet një pjesë e madhe kapitalit i cili do të vendoset në funksion të zhvillimit ekonomik. Të gjitha këto lehtësira janë të drejtuara për sektorin privat dhe për bizneset, me qëllim që të rritet buxheti i shtetit, e kur të rritet buxheti i shtetit, ne e dimë që çmimet janë rrit viteve të fundit 40-50% e më shumë se 100%. Pagat, pensionet, thuajse kanë ngel të njëjta. Standardi i jetesës të qytetarëve të Kosovës është përkeqësu dhe sot tu jam para juve me premtu edhe me u zotu se në fillim të mandatit do të rriten pagat për 50%. Parashiktar, mësues, profesor, mjek, polic, ushtar, zjarrfiks dhe të gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës do t'i gëzojnë pagat me rritje 50%. Përveç rritjes pagave, ne do të kujdesëm edhe për standardin e teseve për ata që kanë kontribuar shumë për këtë vend, siç janë pensionistët. Do të rrisim pensionet për 50%, edhe për pensionistët kontributantë, edhe për pensionistët e moshës, edhe për personat paraplegjik, tetraplegjik, edhe për personat e verbër, edhe për viktimat e dhunës seksuale, edhe asistencën sociale dhe në qeverisjen tonë nuk do të ketë pension më të vogël se sa 250 euro. Sigurisht se vëmendje dhe kujdes i veçantë do t'i kushtohet kategorive më meritore për shoqërinë që janë kategoritë e dalura nga lufta. Familjeve dëshmorëve, rritje për 50% pensioneve dhe jo kufizim a ka një dëshmor apo më shumë për aq sa ka dëshmor, aq pensione do t'i merr secila familje. Invalidëve të luftës, përveç rritjeve pensioneve në këtë lartësi, ju garantojmë dhe ju sigurojmë se do të kujdesëm për shëndetin e tyre dhe për trajtimin e tyre brenda institucioneve të vendit shëndetësore, po edhe jashtë Kosovës ata ku ka nevojë të shërohen. Për veteranët e luftës, rritje të pensioneve dhe normalisht njohje e së drejtës së tyre pa e cenu pensionin e veteranit edhe ata që punojnë në sektorin privat. Shtyrë e dytë e programit tonë është arsimi dhe shëndetësia. Ne do të investojmë në arsim duke filluar nga arsimi parashkollor. Do të ndërtojmë qelle, do të ketë digitalizim të sistemin arsimor dhe do të krijojmë fond të veçantë për bursa që asnjëri dhe asnjëri mos jetë në pamundësi për të shkolluar për shkak të kufizime financiare dhe ne do të krijojmë këtë fond prej 30 milionëve i cili do shërbejnë për bursat e gjithë studentëve të Kosovës. Në shëndetësi, do të kemë shëndetësi me pacientin e qendër, që në kupton
furnizim mjaftueshëm me barna për gjithë me smundje kronike dhe jo ata të shkojnë në banatore, të drejtohen në banatore nëse i ka 5-6 lloj barnave të përshkruara të thotë më fal, a ban me shtu 2 parat me dhomë cilat janë më të rëndësishme se nuk kanë paron për gjithë të tjera. Do të ketë furnizim të mjaftueshëm me barna, do ta bëjmë sistemin e sigurimeve shëndetësore dhe sigurisht se do të trajtohet secili pacient me vëmendje dhe kujdesin maksimal. Shtyrë e tretë është drejtësia. Si kryeministër, unë garantoj drejtësi të pavarur nga politika, por të fuqizuar nga shteti. Mbi ligjin nuk do të jetë askush, sepse kjo është baza e besimit të qytetarëve. Shtyllë e 4 është mbrojtja dhe politika e jashtme. Kosova ka nevojë që të jetë vend i sigurt, ne do ta fuqizojmë ushtrinë tonë, do të punojmë me gjitha kapacitetet tona që të arrijmë të antarësohemi në NATO, fillimisht përmes partneritetit për paqë, integrimi në BE, Këshillin e Evropës dhe institucione tjera për ne është pa alternativë. Qytetarët e Vushtres, me 28 dhjetor, vendoset për rrugën e re të Kosovës, për sigurinë dhe dinjitetin tonë qytetar, politik dhe shtetëror. Të bashkuar, të fortë, me garanca për sukses, e kërkojnë, e dëshirojnë edhe lider tonë Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Jam i sigurt se ata shpejti do t'jenë në liri, do t'jenë mesin tonë, mesin e familjen tyre në Kosovën e lirë, për cilën sakrifikuan dhe dhanë gjithçka nga vetja. PDV-ja ka qenë dhe mbetet me voshtrim, me përgjegjësi për qytetarët, me përvojë për të qeverisur, me guxim për të marrë vendime me ju dhe për ju. Sot ju ftoj të ktheheni besimin e vete, punën dhe mbështetjen, shpresën përfitore. Bashk punojmë, bashk ecim, bashk fitojmë. Përpara për çdo qytetar, me numrin 130, ne ecim të sigurt drejt fitores. Bashk përpara për vushtrinë që meriton me shumë. Urime, suksese, fitore. Faleminderit shumë.